O bire, gjithë që është ka para me në baba. Po që shto kurje. Di që të mëni, o birë. Ma herët më thanë që ke livrit syni. Qështu djali babës? Lufta. Lufta dhe më së dërzave. Kena me folë me babën shumë gjana mirë. Lufta vë në burri fort, se lufta për burra është. Tash po iki birën. Të ndorë të Zotit. Zotit një moftë. O djem, hani të diçka sot, bre? Jo, valloj san, tom ditën punë, qa meni? Që është i mushet mene ti? Thuj se veç ky punon. Po jo, be birë, ku gjatë keqës ka. Une, tom ditën po punoj, 2 puna jam të i majtë. Edhe po luna, nuk po të raj kur gjatë ty. Hajtë more se për bëthton dhe e ke. Qërë kjo vladi, ton ditën punon, a thot sen s'kum ni. Po birë, pasha zotin unë mi gjithë shka. Të hojrit, jo. E qka është ajo bë që ti gjithë shka po nishe? Po që për plagosjen e leus, po ni të li loj fjallësh. E, benonën, po qka janë ato loj fjash? Fol, bjeri trup, qka? O djallë, mire ka miloti, jo që po të shanë, po me fol. Po i sot njita që këshë ndollë dhe prova të reja. E pas kas po luk ju i në nëzën, po provat e kafës dalin çdo ditë, o birë. E për ashtu nuk e di. Shka po ta mërë menja të fit? Vallak për gja hiq. A më bash pi fillimit, si ka ardhe era mirë hiq. Po ajo po di o të fit, po ti pse e të net menushëm se di. Qyre djem, fjallë të alkut, s'më lënë për shtypje. Për një me kallafe. Po, për më këndë vërteta, mbetet mu pa. Po pasha familje një veç fjallë, po dhe prova janë të thonë. Po kush ka prova, o birë, le ti qëmë përkërije në polici, ata për që të punë janë. E ku je vlla qka po ullësh? Jo, se s'kam kohë, hajde të veti diçka. Tung, shihemi. Qa osë vëkluva si njoj? Jo, kur gja. Kush është ky fardjali? Vëllau i jonit mëra? Vllau jonit, Po dhe, as fenja, që ti jonit tonë. bashkët i tonit. Jo figur s'pen jo, po zoni mu duke njofshëm.
Ja. Unë edhe bebi dunja shumë. Forza s'lutëm, shka në bomën tëme? Lutëm. E ma Leon. Leon, mund është me këthy ti. Dhe reagimi tjetër, të luta, shka në domën tëme? Dhe ka shpejt ashtë unë s'kam besu që t'jellë. Bire, për cilë joni me vallë vetin, nëse shehet diçka të çuditshme e lemro me njerë. Se, çka është për ty e çuditshme? Gjithë shka. Hajde birit. Natën. Alo, Hasan, ku je? Deshta me të papë, po. Wow, që falemi, Leon që? Pritë se erdha. Po bon shumë, s'kam shumë kohë, pa bonën e qenë. Ko s'kemi as njani, po për punë mira, bëhet koha, ha? Por kush, duhet me falë shumë shpejt. Prokurori është në prit, veprimet duhet më kanë shumë shpejta. Kurse dy vene i ki ka 50.000 copa. Puna duhet më kry. Kjo është shumë e rrezikshme. S'po di çka me thonë. Nuk është koha me shit moral. Ju, të dy e dini sa është rrezik. Se jeni ardhë. Jena arë, po beso. Shumë je dubut. E, këto janë shumë. Po kur e bone ju këtë lek? Kur hiq?
Ka kusht. Kjo është punë shumë e rrezikshme. Unë po të kallzoj diçka. Mos gabo me fol me njëri gjallë, se kjo punë është shumë e rrezikshme. O kush, këto fjallë janë kotë be? S'ki nevojë me thonë hiq? Jo që sho, se unë nuk du mu djeg vetëm. A që kjo po do këtë djeg ma? Kur nuk i dijet çka bëhet nesër. Kusho, po ati more krya punën ma mirë të se në kusht tjetër. Qysh dikush tjetër? Se, qka menove ti? A menove se kjo sistem funksionon veç të noa? Jo, kusha jam. Këtë botën që shtu në ki? Thire avokatin, nesër ta nisim këtë procedurë tjetë, ka më paga nesër. Nesër, mëngjes, në ora 8. Veç kusho, kujdes, se nëse nuk e krynë, bëhet puna shumë keq. Avokatin, ta në ora 8. Mos haro nesër. Nesër fillo me procedurat urgjent. A je sigur? Sigurin, ma dhënë qëto. Ti fillo. Më dhonë, sinjali të ka dhonë, Nëse të loja. Po shfat. Alo? Zonjarët, duhet me taku urgjent. Për do zhvillime shumë të rëndësishme, zhvillime të reja ma shumë të rëndësishme. Okej, kur tema të afër të thiri. Okej, shikë. Kemi ndryshime shumë të papritura. Për fat mirë, pozitive. Edhe pse është herët me fol, po humbja po kthehet në fitore. Komplet stafi jemi duke përcjell situatën. Magani, zemra Magani. Sot faleminderit, sot faleminderit. Ma në fund po këthejet, Leoni dojës po këthejet. Ato po vjen dita mu largu pikturita. Po, kismet për Zotit, po. Zotë avokat, çka është me kaq urgjencë? Zotni, kam një kërkesë urgjente për një seancë urgjente për klientën tënde. Arsyeja? Liri me kaucion. Këtë duhet me protokollu. Në bazë të nenit 193 paragrafit 1, ju zot regjikat s'keni drejt me mbledhur urgjentisht seancën gjyqësore. Arsye tjera për më shumë t'i kam shkruajtur në letër. Duhet të flasim edhe me prokurorin. Në rregull, veça mund është me njoftu, tash të lutem.
Alo, nderuar, kam kërkesë për një seancë urgjente. Për çka? Dhe për kur? Për një kaucion, në bazë të nenit 193, paragrafi 2. Duhet të mbahet sot. Okej, tash po vije ta këshyrim shoqendja. Jam gjykat. Besoj që seanca mbahet sot. Veç ta gjejmë një termin. Faleminderit shumë, zotëri gjykatës. Faleminderit. Ditën e mirë. Allo, i nderuar. Më duket dikush s'pas ka fjetë ta natën. Ashtu? Ka ardhur kërkesa për shqyrtim urgjent. Okej, pra që tash po t'je dhuma. Duhet me vepru shpejt, okej? Mirëmëngjes, Hasan. Mirëmëngjes, Sadik. A në shpiku ke konë prama? Po. Djali që është ti, Hasan? Pa e... Ma mirë, Sadik, ma mirë është. Shqyqyrë he burë, pse s'po ka zënë? Pa ty be, Sadik. S'ka hiq me mangë kësaj dhe... Se prita që për të shohiq. Lajmi s'koka dhe i vogël, që mos me tra nërmen, Hasan. A për mu pa, s'hem ka i bim, që të pari jem. E mërë, Sadik. Kur s'kisha dash me arë dita, me të pa ty që shto në rrugë, edhe mos më gëzohiq. Hasune valla, Hasan. Po s'kisha bon jeta qështu. A lëmnon zemrën edhe s'kisha bon. E vërtet është, Sadik. E vërtet që jeta të lëndon. A më ma e ronë është. Kur po të lëndoj ke miku e shoqi. Se apo ti po menon që unë të kom lëndua? Nuk e di që po menoj. Po nëse në gjykata i më shelë sytë. Të rast i robë vetëmi. Atëhere, kush ka pështjellë me ta, Sadik, ka mu më përgjigjë. O, Hasan, për këtë punë, jam me ty. Qështu kisha dasht të dhonë, Sadik, se për ndryshe, kime më ullë për balë, edhe kime më përgjigjë. O, Hasan, ti ki problemet më dhaja.
Inshallah i zjedh. Bismet, Sadik. Bismet. Edhe po janë nisi me të parën që tu. S'po du me pas kur far hesapi qilë. Shken këtu, Hasan. Sadik. Shoshnia edhe kujshillaki jonë. Ta shemas, kejtë mbarët për gjykatës. Niko po ullëri. Qysh je qika jeme? A je mirë? Mirë jo, ma. Ose dasht me arë. Po t'ja e din, po ti e jeta jeme. Ti e gjithë shka jeme, je gjaku jem. Kërkush mos më konanën tonde, mum ki. Unë jam me ty. Unë e di kush jam për ty. Ama tjertë janë të më pasi vrase. A i nite edhe ditën e gjykimit. I nita, po edhe aty të mbrojta. E ti mos u bë marak, se pa marrë parasysh situatën, unë deri në vdekje, kam u konë me ty. Po babi, dona, ata që janë të thonë. Po edhe ata, njëjtë si kur une, edhe ata janë me ty, ti mos u bë marak. Po bre mam, po kërkush së është të më besu. Kërkush mos të beson, na të besojmë. Edhe na e dim që të vërtetën ti e kina të zemrën tonë dhe të pastër. Pire të avon, e vërteta ka me gjetë rrugën, e ka me të liru ty prej kësaj pare që po e mbanë. Se di, kom njësë me arru edhe vetëm. Ka njëherë ponina si e pa fajshme, a ka njëherë vesh po më paraftyrohet gjoku i tyre. Irë, duro qika mamit, duro edhe pak se ti nuk je vrasëse. Ti e din mamin, kur thot diçka. Shumë shpejt, ka me mbaru kjo. Qysh me dëshmu bre mamë? Kupton drejt edhe sakt. Kjo më varet krejt prej teje. Se prej meje? Ngoj avokatin. Mos ja këte fjallën. A tu më maraj, nuk të mund që të rrimë. Fala babit, edhe dole. E të mos të dorzak, kena me fitu. E din mami që atë thëtë. Se kjo pa drejtësim në ty. Alo, Drin? Qështë ka mami, Drin? Po, unë e mirë jam.
Po edhe valza është mirë. Ku marrë në shpi mja bo një supë. Jo, mam, rriq aty se unë jam këtu. Nëse më vynë diçka të thiri une. Po, edhe Leo, ka shajat mira. Okej, Drin, mam. Faleminderit. Njihem pra. Hajtu. Që po këthejnë? Keni borë mujnë tana ontë e tash po këthejnë. Zonjar! A u sharove me herë? Sinjalin ja dhash, po nuk e di që ka pranu. A mëjna me folë veç shumë shkurt. Qka është kjo, avokat? Shumë urgjencë. Edhe ti duhet me kanë djernin se këtë djali ka shprej vullnetin e ti të lirë dhe këtë mundësit e veta për marrë me ofruerës kaucion. Po, pse nuk të regove mbrëm, avokat? Kush është kë? S'kisha dashtë ajo me kalu jetën ato dhomat lakshta të ftofta. Krejta ti mshili jonë, a për procedura e kemi avokatën. Unë s'po kuptoj, qka po do në ti prej nevo, djallë? Jo, s'po du kur gjanë, veç po du me vlej pak kohë, që me fitu drejtësia në fund. Unë e krejtë procedurat i kam kry. Vetëm na duhet në nënshkrimi jëtë. Edhe sa unë sa mahet sot, ndryshe, keqa puna. Sot besoj se ka me kanë ditë shumë e madhe për herë. Me njerëz, letë mirë është vesh. Ti ma... ose. Edhe që kjo... u kry. Jon, shumë u gëzova për Lea. Po bre, edhe mu më bo që i vishon. Valla shqyqyr që u pajtut më herët se tash ju kishë nëzirë të lashe. Gabim e ki. Pa po s'faj problem kërkus më nëtë me nëzirë. Ja, babush, ti shaj spotalike, këtë që kishe. E lom që ashtu shpëthu ti, bro. E shek kur dërë për spitalit, ka me të rrotullu qytetin. Mos i beso shumë kësoj që edhe tash. Jon, hec groj punës, lem ti une që ka besoj. Po, unë e vazhdoj punën, amo ti s'pe një fshele. Kine se me më thamë? Për çka? Qysh më për shka? Për Leon! A ti sa shumë më ke rizikuar ti djallë? S'muj ta fis. Këtë spitali u quf pesh. Nga këto, qka bon? E qka maron, unë nuk e di. Me Leon duhet me kry. Nuk e di, amuj. Nga këto, Leo nuk guxon me dali gjallë për spitalit. Ndryshe, shumë shtrinjë shtjetëj. Alo, fit, ku e kështu? Qenë lokal.
Mirë, pritëm se po vi. Okej, hajde më së vono, se kom me dalë se kom do punë pak. Jo, mos ta nis, zvonona. O, dhondër, po shka po menon, shliroj o pak, a peshe që ju bo mija? Po, bro, Fadil, po, janë do sene që po më lojnë kry. Qka ashtu? Hajde, fol. Fadila, për disë jone hala janë bela. A e di o burë, që s'pe di? Deri tash, nuk e marrë me përgjo. Sa kisha fëmi në 7 dhekis. E tash mas i kanë livrit senet. Nuk e di që ku me bajqë. O mire, po të kuptoj, po ti shka e tu zinë kry? Po, gjithë shka, Fadil. Kape si edhe mirë së më del. Shërëve ti miku jam. Ti gjithë i ki menu sanat ma gatë. Edhe kur nuk jam pajtu mund me ty. Po kësi ove, po qka do mund m'kin kra. Vallah. Atë gjak që me ka lëndu zemrat, nuk ka me lënë. Vjerë s'ka me lënë. E qka qysh, nuk e di. Kësaj punë, bashkë kena me ja gjithë zgjidhen, qysh është mas miri, është njerë të larkomi për që tujt. Aha, po. Po mire, tjetër, shka po të mundon? Atel, dhe t'i shka është të mundon? Le që ma gjithë ndjoni, pa dhe t'ashtë me vranë të spitalën. Pa dhe në qështë smujtë me zonë, Fadil, atë leper do të me zonë. Se më skoftaj që e ka gjujt, a i sigur të din kush e ka shti, ose kush është e tjetëri. Hej, gutë më se pekin Leon prej shërgnomës. Sot ke seancë urgjente. Urgjente? Do atë do t'vinë dhe do të marrin. Sa mund të më shkjomër? Ngoj avokatin. Mos ja kthe fjallën.
Zemra nonës. Shpirti nonës. Vetë po morin frim krejt pash. O bire jo. Pas një ditë baba se ka hu besimin ti. Mëse më në vitën birë, pusho pak nëna. Kresolja, ktheve vitë. E për muhabet më stanin. Kem që ka me folë. Gatë. Ola që këti, man, veshte ju më ka shku. Zotit është i më nejë këso zemrët. Ako ta është është më pas të orejme edhe ti, e me krejt na. Kjo ditë, për mua është si në linë për stujtit. Dritë, po dalëm në jashtë, e ti rëmëllja. Për ditë të ortë ka po. Jemi se maj mirë po. Leon. Leon. Mam, Leon që shështë? Shumë mirë bune që hombre, pushatash. Leo, mam. Mirë është, mama dhaj. Tash po presim se falë ti e dhaj u këthy. Pasa vik, se nuk mund të më folë ma e. O Hasan, unë hesapet e tua nuk i di.
Ti merru me to. Veç duna diçka me të kallëzu. Hajde dhe? Fol, fol. Sot po maj ke një seansë për punën e darsmës. Qysh se? Po një mojë të para të ditën ja. Të shaka ta? O, qyshe pse nuk e di. Veç ta din që i pi 3 dhe kish gjykim. Veç pak. Ka e morë edhe ashtë tisa lekme? O, lej, Hasan, lej këto mualife. Ti bile thuj falmnerit që më tregove. Hajtë Allah ili, Hasan. Që? E më shëri të. A shka u bo, Hasan? Sot pas ka gjykim. Aha, kokan anku, sigur pas ka lujt puna ku me ditë sa shumë. është një jonë të apërimi. U la me gjak, po nuk u shu. Edhe pse gjendja u konë shumë e rëndë, po e kom një që të kam gatë. Emnet, era jota, më banë forcë për më shumë. Shqyrë që më shua dhe djallë. Faleminderit, po, ama dhe në kanë bërë lëmë. Lëmë po, je ka të arruan. Po, bre, po, dhe që shala nuk jesër me nejë pasoj. Ajo është kërësoja, se që atëherë nuk di njëri asë shka thot. Po, apet, ma mirë shkonë mësë me që më në tani heqë. Është mirë me ju folë të dëve për më rujt veta. Po që ja përshe, unë nësë mujta me nërë që i pjende. Hoj vëllajnë, nësë unë së në nëli leon korë. Po do të me thonë shqyqyrë. Shqyqyrë që janë bashkë, e po i dhajnë zemën janë i tjetrit. Po, veç, e dashnijës nuk jetohet. Jeta qëtë laj rrugë. Ti po menon
që mbas gjithë kësaj sfide, ata dy nuk mujnë me ja dala? Po, ka plot raste që kanë kalu kësi sfida. Po kur ka arë koha me kriju familje, nuk kanë pas sukses. Aman, mos njëllë keq para kohë. Këtynve Zoti ja u ka dhonë edhe një shansë, edhe kërkush s'ka drejt me ja u ndalë. Nuk jam të njëllë kur gjo, po as mirë nuk po muj. Kjo se katë prej meje. Me kërkesë të avokatit, po e fillojmë seancën për lirimin me kaucion të së pandehurës. Krejt hapat për seancë urgjente janë në përputhje me ligjin e Republikës së Kosovës. Avokati e ka dorëzuar kërkesën e prokurori është njoftuar me kohë. Tash e ftoj prokurorin të marrë fjallën. Qësh është e mundur, gjykat? Ka shpejt më thirë seanca pa e ditë kërkush. Unë i kom rëpë të vdeke e ju po më nëni me liru vrasës, na? Qetësi ju lutem, qetësi. Duhet të keni parasysh se kjo është gjykat. Prandaj as kush nuk mund të flasë pa emër leje. Në rregull, gjykat. Unë i respektoj rregullat. Më dihet që i mu po më digjet zemra, por. E kuptoj. Dhimbja për familjen është e madhe, por procedura është procedurë dhe kush i thën rregullat, largohet nga salla. Sot i gjykatës, ne jemi dëshmitar të një rasti bukur specifik. Jo vetëm për ne, por edhe për opinione. Por ne me këtë kapacitetet, hetimet, jemi duke i vazhduar në disa pista. Si do që jetë, bëjmë thirrje për një vendim të arsyeshëm. Ne mendojmë, nëse gjykata e shet të arsyeshëm se kaucioni ka bazë, ne atëherë nuk do të ankohemi. Avokat, fjala juaj. Zotëri gjykatës, si që thatë edhe ju, ne i kemi njekë gjithë procedurat. Shumë mjetëve që kemi propozu, besoj se është shumë mjaftueshme për një dorëzim të klientës tonë. Duke marrë parasysh se klienti e nderuar ka pas bashkëpunim të madh edhe me prokurorin edhe me hetuesin. Pastaj, klienti ka dhe adresë saktë. Tu shtojmë faktin se në çdo kohë, në çdo rast jemi gatshëm të përgjigjemi çdo ftesë të gjykatës.
Për këtë arsye kërkoj lirimin me kusht klientës. Prokuror, a keni diçka të shtoni më shumë nga ato që keni shkruar? Jo, zoti gjykatë. Kjo seancë ndërpritet për disa minuta derisa të merret vendimi. Tu vazhguria. Ta shoh çka po mund me bë. Ku po shkojsh bre pis, ha? Ku? Hajde çek ne vëdë lede, se kena punë me i thonë. Het. Duke marrë parasysh kërkesën e avokatit, shumën për kaucion, dhe rrethanat lehtësuese me rastin e bashkëpunimit të së pandehurës me prokurorinë dhe hetuesin, gjykata merr vendim. Për lirimin e së pandehurës me kusht.